Edi Rama ka më shumë se një hall në muajt e fundit të këtij mandati si kryeministër, e për këtë duket në një betejë të hapur me pothuaj çdo aktor që i del përballë. Halli i parë, që u evidentua më shumë nga veprimet sesa nga deklaratat, javën politike që lan pas, ishte përballja pak ditë më vonë me rekomandimin e Bashkimit Evropian për hapjen ose jo të negociatave të antarësimit me vendin tonë. Çështja e kanabisit, kryefjale e debatit edhe të këtyre ditëve, nuk figuron nominalisht në 5 kushtet që duhet plotësojë Shqipëria për hapjen e negociatave, por ndërkombëtarizimi i këtij fenomeni shqiptar, edhe me tonelatat e kanabisit të kapura në vendet fqinje, e kanë kthyer në një test për besueshmërinë e qeverisë në luftën kundër trafiqeve. Kjo shpjegon edhe intensifikimin e aksioneve antikanabis të policisë në zona të ndryshme të vendit për ta përcjellë këtë imazh. Qeveria ka një impenjim të dukshëm për të heshtuar çdo zë që e ngre çështjen e kanabisit, edhe kur ai vjen brenda kabinetit. Me një taktikë të lexueshme, kryeministri po kërkon mbështetje nga ndërkombëtarët, të cilët deri tani kanë ruajtur heshtjen për këtë situatë. Ilustrimi i qartë, javën politike që lan pas, ishte kërkesa që ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri i dërgoi Eurokomisionerit për migrimin Avramopoulos, një taktikë që u zbulua nga përgjigjja e komisionerit grek. Në këtë përgjigje, mësohet se ministri Tahiri ka kërkuar mbështetje përmes një letre më datën 21 shtator, pak ditë para se të dilte raporti i Guardia di Finanzas, që nga qeveria parathuaj se do të vlerësonte punën e saj, siç edhe ndodhi. Përgjigjja e Avramopoulos vjen plot 6 javë më vonë dhe vlerëson bashkëpunimin e Shqipërisë me Guardia di Finanza, që korespondon me deklaratat e ministrit të Brendshëm. Unë personalisht i përshëndes përpjekjet që ju ministër, stafi juaj i zbatimit të ligjit dhe Guardia di Finanza keni ndërmarrë në këtë fushë. Rezultatet e aksioneve tuaja vërtetojnë se keni të drejtë. Por komisioneri duket i mirë informuar kur përcjell këtë rekomandim. Këto hapa dhe rezultate pozitive duhet shoqërohen me aksione gjithëpërfshirëse dhe të forta parandaluese, si dhe me një ndjekje efektive gjyqësore. Komisioni inkurajon gjithashtu autoritetet shqiptare të zgjerojnë sistematikisht hetimet ndaj aseteve financiare të organizatave kriminale, si dhe të bëjnë një përdorim më të shpeshtë të konfiskimit të aseteve dhe dënimeve siguruese. Duket se komisioneri Avramopoulos e ka vënë gishtin tek ajo çka evidentohet pas çdo aksioni antikanabis në Shqipëri. Në ndalimet e policisë, mungojnë kultivuesit dhe porositësit e këtij produkti. Rasti më i fundit ishte një magazin në Rëshen, jo larg komisariatit vendor të policisë. Banorët jashtë kamerave na treguan se këtu, përpara syve të tyre, kalonin furgona e kamion të ngarkuar me hashash. Për ta përpunuar dhe tharë lëndën narkotike të mbledhur nga parcelat në mbar zonën, pronari i kësaj magazine kishte punësuar më shumë se 30 punëtor. Burra, gra të rinj, madje edhe gra shtatzën vinin çdo ditë këtu. Punonin disa orë dhe largoheshin sërish vetëm në këmbë, pasi pronari nuk u kishte siguruar atyre transportin. Dhe kjo rutinë kishte muaj që vazhdonte. Deri me zgjidhjen e së mërkurës, kur policia e Lezhës ndërhyri për shkatërimin e kësaj veprimtarie të jashtëligjshme. Janë pamje të hashashit në magazin sapo ka përfunduar peshimi, mbi 4 ton kanabis sativa, gjysmë i tharë. Cili është pronari i drogës ende nuk është bërë ditur nga strukturat e posaçme të hetimit, por administratorët e saj besohet se janë Altin Doi dhe Vitor Simoni. Sipas burimeve pranë grupit hetimit, që i referohen dëshmive të punëtorëve të drogës, Doi dhe Simoni grumbullonin në magazin kanabisin e mbjell nga fermerët në Rëshen. Pas tharjes ajo do të paketohej dhe do të hidhej në treg, por i gjithë ky proces nuk kryhej në rastësi. Një person tashmë i arrestuar, i quajtur Romeo Gaba nga Lazarati, ishte thirrur në mirëditë. Ai kujdesej për mënyrën se si do të krasitej dhe thahej kanabisi. Për këtë jepte udhëzime të vazhdueshme tek punëtorët dhe banonte aty pranë magazinës. Hetuesit thonë se personi i shpallur në kërkim, një biznesmen, Kastrioti Reçi, është pronari i ambienteve ku gjet droga. Thuhet se ai i kishte dhënë me qera magazinat, por kontrata ende nuk është gjetur dhe Reçi vazhdon të jetë në kërkim. Hetuesit po punojnë për të mësuar nëse ky person është pronari i mallit apo thjesht qeradhënës. Në dëshmitë e 22 të arrestuarve që dalin të shtunën për masën e sigurisë,
Nuk janë siguruar edhe provat forta për të zbuluar cili është i zoti drogës. Nga policia e shtetit u deklarua se operacioni ishte finalizimi i një hetimi një mujor, por të tjera fakte kanë siguruar prokurorët. Burimet pranë tyre tregojnë se aksioni ka qenë i rastësishëm. 2 zyrtarët antidrogës në Lezhë u janë afruar ambienteve në kurreshtje. Pasi ata hapën dyert me forcë, zbuluan edhe atë që ndodhej brenda. Një ditë pas operacionit, zyrtarët u qarkulluan me detyrë në rajone të tjera të policisë. Një lëvizje e presidentit të Republikës duket se do t'i jap vëmendje publike këtij fenomeni. Pikërisht për shkak të marrjes së këtyre përmasave dhe të shqetësimit që tashmë është jo vetëm nga agjencitë vizbatuese dhe inteligjencës vendit, por dhe ato partnere, unë kam vendosur që së shpejti të thras Këshillin e Sigurisë Kombëtare për diskutuar në lidhje me problematikën dhe mënyrën se si neve duhet ta përballojmë këtë sfidë serioze në vendin tonë. Lëvizja nuk i pëlqeu as pak kryeministrit, që kundërshtimin e shoqëroi edhe me sarkazëm. Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, Rama shpreh se më mirë se Këshilli i Sigurisë Kombëtare do të ishte të mblidhet Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike. Kundër përgjigjes së tij, Rama i ka bashkangjitur edhe letrën që Komisioneri Evropian për punët e brendshme Dimitri Avramopoulos i ka dërguar ministrit Tahiri. Deklaratën e bërë të martën për të mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare për të diskutuar mbi situatën e kanabisit, Presidenti i Republikës Bujar Nishani e ka zyrtarizuar duke vendosur orën 18 të 11 nëntorit si kohën e mbledhjes. Në një shkresë drejtuar kryeministrit Edi Rama, të siguruar nga televizioni Klan, kreu i shtetit sqaron se synimi i takimit është këshillimi dhe informimi me anëtarët e Këshillit të Sigurisë Kombëtare mbi situatën e kultivimit dhe trafikimit të bimëve narkotike në territorin e Republikës së Shqipërisë, nisur nga informacionet zyrtare të agjencive ligjzbatuese, të dhënave zyrtare të policisë së shtetit, informacionit publik dhe rezultateve të publikuara nga organizmat ndërkombëtare. Presidenti kërkon të di nga aktorët përgjegjës të institucioneve shtetërore se cilat janë shkaqet që erdhën deri këtu dhe si do të jetë perspektiva e luftës ndaj këtij fenomeni që duhet të marrë fund një herë për gjithmonë. Agjenda e takimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare parashikon raportimin e ministrit të Brendshëm, drejtorit të Shërbimit Informativ Shtetëror, drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit dhe të prokurorit të përgjithshëm. Antarë të Këshillit të Sigurisë Kombëtare janë edhe ministri i Brendshëm, ai i jashtëm, i mbrojtjes, i financave, i transporteve, kreu i shish, kryeprokurori e drejtori i përgjithshëm i policisë. Teksa kryeministri e bën të dyshimt pjesëmarrjen e tij për shkak të një ekspozite me grafikat personale të planifikuar në New York, në këtë mbledhje pritet të jetë kryetari i Parlamentit Ilir Meta. LSI duket në qëndrimin e njohur, krejt të kundërt me atë të kryeministrit për çështjen e kanabisit. Por për herë të parë, javën politike që lan pas, erdhi një qëndrim i ambasadorit amerikan në Tiranë, që bashkohej me konkluzionin e përgjithshëm se kultivimi i kanabisit është rritur vitet e fundit në Shqipëri. Ajo që është e dukshme për mua është se puna e Guardia di Financas me fluturimet e tyre për fotografimin e territorit mbjellë me kanabis ka nxjerrë përfundimin se kultivimi i drogave është rritur në vitet e fundit. E gjithë qeveria shqiptare do të bëjë më shumë në luftën kundër narkotrafikut. Kryeministri u detyrua të bëjë një tjetër lëvizje taktike. Thirrri në një takim trupin diplomatik të akredituar në Tiranë për t'i informuar në lidhje me luftën që po bëhet ndaj kultivimit e trafikut të drogës. Takimin që zgjati rreth një orë e komentoi si të dobishëm në rrjetet sociale. Por një tjetër moment kyç që ndikon në rekomandimin e Bashkimit Evropian për hapjen ose jo të negociatave është reforma në drejtësi. Ligji i vettingut është dërguar për mendim në Venecia nga gjykata kushtetuese pas një kërkese të Partisë Demokratike. Ndërsa ligji i fundit i paketës së 7 ligjeve që i hapin rrugë zbatimit të reformës në drejtësi, ai për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, mbartej prej javësh pa u votuar në parlament. Shkak ishte kundërshtimi i opozitës, që kërkonte që ligji të ruante formulimin e dakordsuar në kushtetut, por edhe mosmarrveshja mes Ramës e Metës, që pamundësonte 84 votat e nevojshme për ta miratuar. Situata u zgjidh javën e kaluar me hyrje në veprim të ambasadorëve, të cilët bindën aleatët Rama dhe Meta të bashkonin votat për këtë ligj, që kaloi në parlament në një mënyrë krejt të pazakontë. 104 amendamente u futën si propozim nga deputetja e mazhorancës Vasilika Hysi, pak orë para votimit.
Antarja e Komisionit të Reformës në Drejtësi, që kishte miratuar ligjin që ndodhej në seancë, kishte sjellë këto propozime të reja, të cilave nuk u bëri asnjë lloj arsyetimi në seancë. Gjestin e justifikoi kryetari i Komisionit të Reformës Fatmir Xhafaj, sipas të cilit hysi ishte asistuar nga ekspertët e Obdat dhe Uralius. Ishte e drejta e kryetarit grupit apo 10 deputetëve të kërkonin gjatë zhvillimit të seancës plenare mbledhjen e komisionit përkatës për të shqyrtuar amendamentet të drejtë që ata nuk e kanë ushtruar. Kjo do të ishte konstruktive, kurse kjo që po kërkojnë është tërësisht destruktive. Sot amendamentet janë të gatshme për të shqyrtuar së bashku me projekt ligjin që është paraqitur për votim, amendamente të hartuara së bashku me Uraliusin dhe Obdatin dhe të certifikuara nga Komisioni Europian në Bruksel. Me që ka përfunduar diskutimin parim, do të thotë që nuk mund të ndryshohet edhe më shumë dhe vetëm me propozimin e një deputeti, jo të Obdatit dhe Uraliusit. Nuk, Obdati dhe Uraliusi janë dy organizatë, dy agjenci të cilat i shërbejnë autoriteteve dhe jo deputetëve të veçantë, qofshin e të mazhorancës. E përjedhoj, kjo që thuhet këtu është tërësisht në mos përputhje me vendimin e parlamentit për mënyrën si funksionon dhe asistohet Komisioni i Reformës së Drejtësisë. Kështu që është një gjë që nuk qëndron kjo. Ajo që është e rëndësishme është, këto amendamente, më shumë se 1/3 e ligjit, e bëra vetëm nga një deputet, më pak se 24 orë përpara kësaj seance, pa i dhënë asnjë lloj mundësie debati i parlamentit, pa patur mundësi unë sfidoj këdo nga këta deputet që janë këtu, kolegë nderuar, që kush i ka lexuar 104 amendamentet, të ngrej dorën me bindje për atë që po bën. Nëse ne lejojmë këtë, zoti kryetar, do të jemi para një precedenti të papranueshëm. Do të thotë që jo vetëm ky parlament mund të anashkalohet në sekondën e fundit, por do të thotë që Komisioni i Reformës së Drejtësisë ka vlerë më pak se sa një deputet. Është i qartë që kjo kërkesë ka kuptim kur vlerësohet e nevojshme. Dhe këtë vlerësim e bën seanca. Dhe në këtë drejtim, kjo është çështje procedurale dhe si çdo çështje procedurale kemi nenin 49 ku shprehet propozuesi dhe pala tjetër dhe shpreh me votim për mënyrën e vazhdimit të procedimit të seancës dhe të projektligjit të konkret. Pastaj, nen për nen, kur fillon shqyrtimi ju keni drejt bazë rregullore për çdo nen të shprehni mendimin tuaj. Koha në këtë rast do të jetë 10 minuta për çdo nen, ne do kemi durimin, por nuk mund të bllokojmë seancën kur kryetari i komisionit thotë që nuk e gjykojmë të nevojshme. Kalojmë shqyrtimi votimin nen për nen sipas variantit integral të paraqitur nga komisioni i posaçëm, ndërkohë depozito amendamentet e deputetes Vasilika Hysi që i kemi përpara. Duke qenë se projektligji është voluminoz, votimi nene do bëhet së bashku me amendamentet e paraqitura. Atëherë, neni 1 pro kundër abstinim miratohet. Neni 2. Neni 289 me amendamentet miratohet. Neni 290 miratohet. Atëherë, hapet votimi me elektronik në tërësi. Mbyllet votimi me 87 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Votohet. Ilir Meta e pranoi në heshtje këtë procedurë të pazakontë, që dukshëm i shërbente së pari plotësimit në letër të kësaj reforme para Bashkimit Evropian, në pritje të rekomandimit për hapjen e negociatave të antarësimit. Por atmosfera para daljes së këtij rekomandimi është e ngarkuar edhe me një përplasje në rritje me Greqinë. Fqinjin që na ka kujtuar se si antar i Bashkimit Evropian ka në dorë veton për hapjen e negociatave. Prishja e disa ndërtimeve në himar ka ndezur një debat në distancë për metone krejt zyrtare mes Shqipërisë dhe Greqisë. Përplasja shkoi nga të drejtat e minoritetit grek deri tek historia e Akropolit, i mbrojtur sipas kryeministrit Rama nga një shqiptar. Përse vallu harrua premtimi për zero probleme me fqinjët, pikërisht në prag të daljes së rekomandimit të Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave me vendin tonë?
A nxiti vallë kryeministri këtë debat për të patur një justifikim në rast të një rekomandimi të papritur? Debati u zyrtarizuar në parlament dhe atë e udhëhoqi kryeministri Rama. Kemi prishje selektive, klienteliste, biznesesh dhe baznesash, me një sens të theksuar hakmarrjeje. Cili është qëllimi i vërtet? Është mposhtja e frymës së atij komuniteti dhe grabitja e pronës. Ndërsa Rama theksoi se në Himar gjithçka ka funksionuar njësoj si në bashkitë e tjera të vendit. Edhe në Tropoj ka banorë që nuk bien dakord. Por çuditërisht, as për banorët e Tropojës, as për ata të Burrelit, nuk kemi dëgjuar të indinjohet në një shtet tjetër. Vetëm në Vlorë janë prishur 1657 objekte. Në Tiranë 4828, në Durrës 1025. Ndërkohë, projekti i ri Himar detyron prishjen e vetëm 18 objekteve. Gravura e Akropolit publikuar nga Rama për të thënë se objekti antik i kishte shpëtuar shkatërimit fal një shqiptari, u bë gjithashtu pjesë e debatit. Ti preferove të zgjedhësh një gravur me një minare. Është një fakt historik, se ai vend ka pasur dhe një minare. Por as rilindja evropiane, as deri më sot civilizimi evropian nuk ka dashur ta shohë si të tillë, se mbetet për ta altari i vlerave të demokracisë dhe të lirisë. Mentaliteti yt është shumë larg civilizimit. Dhe ti, civilizimit perëndimor, ti ndoshta edhe Perikliun e shikon me çall. Nuk çuditem unë që ty të bëm përshtypje, unë se kam vënë re fare. Sepse që ta vija re duhet mendoja si ti. Unë shoh Akropolin aty ku t'ishe minaren. Dhe pikërisht fakti që minarja në një gravur aq të vjetër është ajo të tërheq përpara Akropolit, ka lidhje edhe me këtë që po të them. Për mënyrën se si i koncepton ti dhe jo vetëm ti, po dhe shumë dëgjues të tut në Athinë, lidhet dhe drejtat e minoriteteve dhe të pakicave. Dule akuzoi Ramën se po shkatëron marrëdhëniet me Greqinë. Ne kemi një aventurier në krye të qeverisë. Pika më e fortë e shtetit shqiptar gjatë gjithë tyre 25 viteve postkomuniste ka qenë roli stabilizues, konstruktiv, paqësor, bashkëpunues në rajon. Është ky kryeministër që e ka kthyer mbrapsht këtë politikë dhe këto vlera. Sot zbulon armikun e radhës. Është Greqia. Vendi mikpritës i 750.000 dhe në sezonet të veçanta 1 milion bashkëdhetarëve tanë. Edhe Rama u përgjigj duke shpletuar historinë, por theksoi se shqiptarët nuk u kanë kërkuar grekëve të ndarojnë emër, ndryshe nga sa kanë bërë sipas kryeministrit autoritetet e Athinës përmes greqizimit masiv të emrave shqiptar. Nuk duhet, sidoqoftë, të lëndoj pa drejt jo ata që e kanë imponuar atë politikë, por popullin vëlla grek, njerëzit e panumër dhe të mirë të atij vendi, që pavarësisht sjelljes politikës me shqiptarët e Greqisë në vitet 90 posaçërisht i mikpritën dhe i ndihmuan shqiptarët me po atë dashuri dhe solidaritet njerëzor që shqiptarët kanë ndihmuar grekët e mbetur pa bukë gjatë dhe pas luftës cfilitse italo-greke. Ilir Meta preferoi të qëndrojë në heshtje, madje edhe të mos jetë në sallë në momentet e këtij debati. Ka një tjetër ligj me ndjeshmëri publike, ku ndahet qartazi me Ramën, ligji për importin e mbetjeve. Dekreti i presidentit që riktheu ligjin në parlament ende nuk është futur në seancë. Meta nuk duket më aq i bindur për të dhe ka kontrastuar me Ramën, duke i pritur vetë në takim aktivistët civil kundër importit të mbetjeve. Me PD-un që ka thënë hapur se nuk do ta votojë këtë ligj, kryeministri duket krejt pa mbështetje brenda koalicionit. Dukshëm po e humb durimin nga lënia në pritje aleatit të vet. Ilir Meta nuk ka ngut të vendosë nëse do t'jetë apo jo me Ramën në zgjedhjet e 2017-s. Çka ka bërë që kryeministri të mos e ruajë më etikën publike, por për herë të parë ta thumboi fort Ilir Metën. Pra nëse LSI-ja nuk do të rimartohet tjathës, ne do vazhdojmë të qëndrojmë bashkë majtas aty ku është pozicioni natyral i të dyja partive. Thumbi i Ramës duket se nuk është pritur mirë.
Nuk jam këtu dhe nuk preferoj të merrem as me batuta dhe as me mistrecllëqe batutash. Demokratët nuk e humbën rastin për pak diversion në këtë situatë mes PS-s dhe LSI-s. LSI-a sot është pjesë, jo vetëm e kësaj maggjorancë, është pjesë e kësaj qeverie, të cilën ne e quajmë të keqen më të madhe të këtij vendi. Nëse edhe LSI-a e sheh nesër që me Edi Ramën nuk mund të ecet më përpara, është çështje e tyre, janë ata që zgjedhin. Nuk vendosim ne. Ne kemi kërkuar, siç e thatë dhe ju, aleancë me të gjithë shqiptarët për të zhdukur, për të hequr një herë mirë këtë të keqe të madhe që ju ka rënë shqiptarëve. Nga ana tjetër, Rama duket se preferon një afrim me agroambientalistin Agronduka. Pas një ftese të qartë publike, u shfaq duke pirë kafe me aleatin e Lulzim Bashës. Ne jemi kundërshtar politik, po jo miq. Kështu që një kafe ndërmjet njerëzit të një profesioni është fare normale. 2017 është moment i zgjedhjeve, kështu që në moment zgjedhjes do të jemi në një anë me Partinë Demokratike. Por socialistët kanë humbur dy figura të spikatura të tyre. Politikanin e spikatur Ben Blushi dhe astrofizikanen Mimoza Hafizi. E materializuan largimin nga Partia Socialiste me krijimin e një partie të re politike të quajtur Libra. Libra do thot dije. Libra do thot liri. Libra do thot ekuilibër, peshore dhe drejtësi. Libra është të qenë i lirë dhe i drejtë. Nisur nga nevoja për dije, për liri, për drejtësi dhe për ekuilibër. Libra do jetë streja atyre që kanë më shumë nevojë mbrojnë nga shoqëria. Libra do jetë mjeti atyre që shoqëria nuk mund t'i harrojë dhe nuk mund t'i refuzojë për shkak se nuk kanë dhe për shkak se të vetëm trashëgimi të pakontestueshme ndër tyre kanë mjerimin e tyre. Këta janë varfrit e Shqipërisë. Libra nuk do të tradhoj kurrë ata. Javën politike që lan pas, një nga reformat në shëndetësi me të cilën mburret kontrolli i check-upit, u bë temë debati kur u mësua se firma e kontraktuar paguaj jo pak edhe për kontrollet e pabëra shëndetësore. Sa kontrolle eksaktësisht janë bërë në 2015, sa kontrolle më shumë lek ka marrë koncesionari në 2015 dhe nuk po i futem 2016 fare. Pasi shpjegoi se volumi vjetor prej 475.000 personash ishte i domosdoshëm nga ana logjistike për të përballuar ushtrimin financiarisht, ministri dha dhe shifrat e kërkuara. Pra ju i keni faturuar për 110.000 persona më shumë i keni dhënë koncesionarit, 110.000 persona më shumë ka bërë asgjë koncesionare. Kuptoni se çfarë keni bërë? Asgjë s'ka bërë koncesionare. I keni dhënë për 110.000 check-up më shumë koncesionare. Pa bërë asgjë. Jo, nuk është vërtet pa bërë asgjë. E këtyre debateve të hapura majtas e djathtas, kryeministri shtoi edhe një të ri, atë me median, duke mos u kursyer ndaj portaleve dhe analistëve që e kritikojnë. Pjesa dërmuese e mediave dhe e analistëve apo portalistëve janë kthyer në një parti politike, e cila as votohet, as i jep llogari në një votuesi dhe as do t'ja di hiç fare se çfarë duan prej saj, apo çfarë mendojnë për të. Votuesit shqiptar që lexojnë, që ndjekin informacionin, që kërkojnë të mësojnë më shumë. Një parti allasoj ku secili është parti, a grupin vetë dhe ku të gjithë bashkë kanë braktisur detyrën e informimit të publikut, të kërkesës serioze të llogarisë ndaj politikës dhe partive të vërteta politike për atë që thonë dhe atë që bëjnë. Të hedhjes dritë mbi fakte dhe mbi shifrat e nevojshme për të dalë tek e vërteta kur ballafaqohen pozicionet ndryshme apo në tërësi oponencën argumentuar ndaj alternativave politike apo vendimarrjes dhe vendimarrësve në dyja shtetet tona. Janë bërë si një parti e qartur që financohet dhe duhet thënë kryesisht me gjobat palishme apo me shërbimet pa deklaruara ndaj tretëve të interesuar për të nxitur linçimin e kundërshtarëve të tyre në politik apo dhe në biznes. Një rrjet veprimtarësh të paguar që prodhon tituj kriminalizues, editoriale diskreditues, raportime shantazhuese,
dokumenta falso, historitë sajura, fotomontajë gjithë farsoj, çfarë të mundet, në një përpjekje si të tërbuar për të pasur sa më shumë vëmendje, pas një qetësi profesionale në gjykim, pas një arsyetim të thelluar në argumentim dhe pas një ndershmëri njerëzore, qytetare në qëndrimin e vet. Natyrisht, ashtu siç nuk është as pak e vërtet kur thuhet që të gjithë politikanët janë njësoj, apo që politika në vetvete është një forcë për të bërë keq, do të ishte po aq e pavërtet të thuhej se të gjitha mediat, të gjithë analistët, çdo botues, çdo portal, çdo gazetar është pjesë e kësaj partie. E kësaj partie ku gënjeshtra dhe vërteta janë bërë antar me drejtat barabarta, ku shpifja dhe fakti janë shkrirë në një, ku të gjithë janë e njëjta gjë. Patyshim që jo. Për fat mirë s'është kështu. Por fakti dhe besoj, lajmi i mirë është se raporti i opinionit publik me këtë parti e cila e ka korruptuar se esencën e misionit medias, ka hyrë në një krizë të thellë. Por kryeministri anashkalon një fenomen që po evidentohet në Shqipëri, censurën ndaj medias. Këtë ja thot Bashkimi Evropian dhe shoqatët e gazetarëve. Bashkimi Evropian shpreh shqetësimin për censurën ndaj medias në Shqipëri në prag të daljes së opinionit të përvitshëm mbi përparimin e vendit tonë në pritje të hapjes së negociatave të antarësimit. ABC News ka siguruar draftin e rekomandimeve që do dalin nga mbledhja e Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit BE Shqipëri, që do të mbahet në Bruksel javën e ardhshme më 7 dhe 8 nëntor. Në dokument thuhet se këto rekomandime për Shqipërinë janë dakordsuar mes ministres son të integrimit Klajda Gjosha dhe drejtores së Ballkanit Perëndimor në drejtorinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian, Genoveva Ruiz Cavalera. Ky është një sinjal se qeveria shqiptare pranon para Komisionit Evropian në Bruksel censurën ndaj medias të cilën e mohon në Tiranë. Në rekomandimin e 12 të këtij dokumenti, u bëhet thirrje të gjitha palëve që të punojnë së bashku për të krijuar një mjedis që nxit lirinë e vërtetë të medias dhe lirinë e shprehjes, duke shmangur çdo formë të censurës në media. Ndaj censurës në media në Shqipëri reagoi këtë të mërkurë dhe Federata Europiane e Gazetarëve, e cila mbështeti shqetësimin e shoqatës së gazetarëve profesionistë të Shqipërisë për dështimin e qëllimshëm të seancës dëgjimore në Komisionin e Medias me ish-drejtoren e lajmeve të A1 News Alida Tota. Ajo u pushua nga puna pas një investigimi të bërë gushtin e kaluar në landfillin e Sharrës, në administrimin e Bashkisë së Tiranës, ku u mbi jetën 17-vjeçare Ardit Gjoklaj. Pak javë më vonë u mbyll emisioni investigativ Publikus, një ditë përpara se të transmetonte një investigim të ngjashëm në landfillin e Sharrës. Për këtë rast e pati një protestë të gazetarëve dhe aktivistëve civil përpara Bashkisë së Tiranës. Me kërkesë të gazetarëve, Komisioni Parlamentar i Medias thiri një seancë dëgjimore të mërkurën në 26 tetorit, ku kishte ftuar gazetaren Tota. Seanca dështoi për mungesë quorumi, pasi deputetët e Partisë Socialiste u larguan nga salla duke konsideruar temën e censurës në media si një kauz politike të amplifikuar nga opozita. Me kaq shumë fronte betejash të hapura, padyshim që kryeministri ka sfida jo të lehta para vetes, 8 muaj larg zgjedhjeve parlamentare. Tani unë do t'ju informoj se jam i bindur që kur del Saliu në televizor, juve e ktheni në stacion tjetër, e njihni Lulin ju apo s'ka ardhur akoma? Nuk e. Se ju njihni Saliun, për Lulin se keni marrë vesh akoma që është bërë kryetar partie. Vetëm në inat e skrapalish, unë nuk përzihem se nuk ja u zgjidh dot, se me inatin tuaj nuk hahet njeriu që ka logjik. Kështu që merrni me njëri tjetrin. Pandeli, nuk buzqesh për fjalët e mia, buzqesh për largimin e Blushit. Po, sepse e nisi për ta marrë PS-n ai që s'është më aty, përfundoi anash. Priti ai tjetri, doli anash. Kurse ty do të vi PS-ja. Duro. Unë e shoh për ta mbyllë të fjalim se Pandeli po të buzqesh PS-ja. Eksakt.
dhe se si thot një fjalë e popullit, qenit kur i vjen ngordhja e bën shkon urinon në derë të selis. Kjo po ndodh dhe me ju, po është puna juaj, s'keni shpëtim. Është ky kryeministër që ka kthyer mbrapsht këtë politikë dhe këto vlera. Është gati, po presim sot, të na zbuloj armikun e ri në ndrysninë e ligjit të kthyer dhe në kundërvënie të hapur me shoqërinë dhe politike të importimit të mbetjeve, në kushtet e kanabizimit masiv të vendit, ku vetëm në nulishten para kryeministrisë, ku shkërpudha jemi të sigurt se nuk ka kanabis, sepse nga ana e brendshme e kryeministrisë nuk mund të jemi të sigurt se edhe aty nuk ka. Ka i shprehje të bukur populli ynë dhe mos gabojmë ka dhe populli grek. Që thot, para se të marrësh fshesën dhe të nisesh për të shtëpia tjetrit, fshi një herë përpara pragut të shtëpisë tënde. Po, edhe më mirë e thot Ungjilli, ku besimtarët ortodoks grek, apo ortodoks shqiptar, shohin udhërëfimin e tyre. Para se të shikosh ashklën në syrin e tjetrit, hiq traun që pengon vështrimin tënd. Nuk mund të mbuloni me asnjë retorik, sa do e rafinuar të jetë, atë akt prej grabitqari që ke ndërmarr në zonën e Himarës. E di mentalitetin. Fabrika e propagandës në përjetet sociale e ka përgatitur terenin dhe shikohet se ku e çon frymën, do ndryshoj edhe folklori. Nga trimbi trimbat ai Gjergje Lezalia ka filluar gradualisht dhe përsëritet. Gjithmonë edhe më tepër trimbi trimbat ai e drama. Me që shkakton shumë hare tek këta që të thonë sa i madh je shef për ditë, të them një histori nga Gjirokastra, sepse juve jeni të dehu, nuk e kuptoni ku jetoni, juve keni humbur kontaktin me realitetin. Në kohën që adhuroni kaq shumë të shokut e nver, një general madhor vizitoi divizionin e Gjirokastrës. E dinin se ishte shumë i dhënë pas tavolinave të mëdha dhe i kishin pjekur vetëm për veten e tij një qëngjë. Zoti Ahmetaj mund t'ja thoni, zotit kryeministër, dhe në avujt e Rakis ngryhet komandanti i divizionit dhe i thot, shoku general, divizioni Gjirokastrës është gati për një orë të kap pianinën. Generali shikon, buzëqesh dhe i thot, pi dhe një dhe kap Athinën. Ç'dehu zoti kryeministër, është koha. Dhe nga ana tjetër më akuzuat se përpiqem t'i nxij imazhin qeverisë. A ka qeveri me të nxirë gjatë tyre 25 viteve që t'i shtosh dhe një nuancë më tepër? Kemi filluar me Himarën, e ke parë Himarën? Të duket Himara sot. Më keq se ç'ishte, apo më mirë. Ka filluar bulevardi Himarës, do vazhdojnë projektet e tjera dhe kështu me radhë. Tani më fal, ti si e ke radhën? Ti ku hyn këtu? Problemi jot është që ti je i paaft të ndërhysh në këtë lloj komunikimi. Se ti je ajo që quhet low level. Ti je shumë poshtë. Ti je ke niveli ku vetëm nuhatet për kanabis. Po s'pati kanabis në bisedë, ti nuk kupton. Ti je naturalisht nën efektin e një droge që është droga më e pashërueshme, droga e padijes. Je i paditur. Ti je rrafsh, dakor?
duke ju falenderuar zoti kryesues seancës, nuk kam çfarë të shtoj sepse situatat flasin vetë. Kryeministri ynë nuk di çfarë është dialogu, di vetë monolog dhe kryesisht të llojit delirant. U ngrit në mes të debatit dhe iku. Ju faleminderit. E djetë historinë e Michael Douglas me Catherine Zeta-Jones? Do të tregoj në ditë tjetër. Do të tregoj në ditë tjetër, po mungon Michael Douglas brandaj, nëse. S'kam thanë të dalin jashtë ligjit subjektet politike. Përkundazi, kam thanë të reformohen dhe kam vlerësuar. Çdo hap që kanë bërë, kur është ky? Erdhi ky? Erdhi ti apo jo? Erdhi ti, s'jo. E di zjerë puna jote, zotëri? 3 javë me parë të lash përshesh, tani të gjëjnë qullë. Ja ku e ke zëvendësin tani jam të apo jo. Po, absolutisht, është i marrë fund, zoti Majko. Ky njeri është i marrë fund. Edhe ju them që i ka përplitit e fundit në pushtet. Vetëm që s'ka kurajo, i mban dekret e presidentit shqyrtar, shkon e i lutet i lirë mes me orë tëra që mos i sill për votim, se për ndryshe bie, po s'ka burrëri. Thash në një për dhe bë pelte, qullë është bërë. U bë copat mërë të Partinë Socialiste, dhe pasi nuk mori do të Partinë Socialiste, shkrovi mrapa në refleksione, në libër refleksione, ato që këte parti do të anëzjerim jashtë ligji. Po, mërë zotëri, po. Jo, te kam ndjegu të mirë, mos ke berakti. Ate se si e tek, rrire atë se unë, vetëm unë të kam ty, libër të lexuar, nuk e ka libër më të mërzitshëm, nuk ka gjë më të mërzitshëm se ti, po prapë se prapë, unë t'i them. Ky zotëria Nastradini, çfarë u thoshte? Sja rrugë ato, unë do t'u bëj ju rrugë midis parcelave. A e mani me dha po jo? A do të gjej datën, rrugë midis parcelave? Ato janë rrugët. Iku, theu qafen. Iken kjo, bën buri kështu. Po shko, zoti kryetar, në qoftë sa i del kështu ma mirë të marrë një uturak, në qoftë se s'rin do të pashku, vaj vjen në banjo dhe të rri aty ku është. Po që s'jam unë përgjegjës për atë punë. S'jam unë përgjegjës për atë punë. Jo, e di çfarë janë këto? Ledi në gjë se ti je egzotike në të parlament. Ledi ti je bërë egzotike në parlament. Je bërë egzotike, në gjëm pa këtu. 25 universitetet private përveç 3-4-ve i qunë strajcat me para zotëris e peshur në kandare diramen. A e din ti Ledi këte apo jo që bëhesh avokate e ti edhe nga Bologna. Po pra, i bën avokatine djallit këtu.